Mirë se erdhët të dashur Gëfor në Letra të Fenjë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur Gëfor, kjo javë nuk është për të bërë sikur gjithçka është në rregull. Letra të thonë se ka ardhur një pikë ku duhet të jesh brutalisht e sinqert me veten tënde. Nëse vazhdon të justifikosh gjërat që të ndëmtojnë, javën tjetër do të jesh në të njëjtin vend dhe kështu me radhë dhe kështu me radhë. Javën e hapi me djallin, dreqin, ndryshe. Kjo ndu të thotë se po të ndodh diçka e keqe, mos u bë merak. Kjo të flet për varësi, fiksime dhe situata nga të cilat mund të largohesh, por je duke vazhduar të qëndruar aty. Kjo mund të jetë marrëdhënie, punë, një zakon, apo edhe një mendim që të mban peng gafore. Ajo të sfidon të pyesësh veten, çfarë po më kontrollon më shumë se ç'duhet? Derisa të pranosh këtë gjë, asgjë nuk do ndryshoj. Del 6 të shpatës, kjo letër sjell lëvizje, por jo domosdoshmërisht fizike. Është kalim nga një periudhë e rëndë drejt një periudhe më të qetë. Problemi është se shumë njerëz duan të ecin përpara, por vazhdojnë të kthejnë kokën pas. Nëse ke marrë një vendim, mos e zhbëj vetëm sepse të kap nostalgjia, apo i ngelet dikujt qefi, apo hatri, apo e kështu me radhë. Pastaj del më njëherë 8 të shpatës dhe këtu kupton pengesën e vërtet. Nuk është dikush tjetër që po të ndalon nga forë. Janë dyshimet e tua. Kjo letër flet për kufi që shpesh i krijon vetë. Po si kur të mos ja dal, po si kur të gaboj, po në realitet. Shikoni, në kafaz krahët i keni. Kafazi i hapur dhe mund të fluturoni. Po ju jeni ulur dhe po mendoni që nuk bëni dot as edhe një gjë. Në realitet pra dera është e hapur, më e hapur se sa mendon. Frika po të bindë se je blokuar, ndërsa ti ke më shumë zgjedhje nga sa po she. 4 të kupës rrezikon të mbasësh një mundësi, jo sepse kjo mundësi nuk ekziston, por sepse je aq e përqendruar tek zhgënjimi ose mërzia sa nuk e sheh. Dikush mund të zgjas dorën, të propozoj diçka ose të hap një derë të re, por nëse je me mendjen te ajo që nuk funksionoi dje, do ta lësh dhe këtë të kaloj. 5 të kupës. Shikoje, njëra këtu është duke i qarë, kjo është një apo ankuar, për këto lule që kanë rënë në ujë. Kjo nuk të thotë se nuk ka rënë, por që ke këtu dy në këtë degë, të them. Kjo letër nuk të kërkon të arrosh ato që ke humbur, të kërkon të mos jetosh vetëm me atë që humbe. Është normale të ndjesh gënjim, nuk është normale të lejosh atë të vendos për të ardhmen tënde. Çdo minutë që shpenzon duke parë atë që nuk e ke më, është një minutë që nuk e përdor për të ndërtuar atë që e ke. Dhe javën e mbyllim me 6 të kupës. Dhe këtu letra t'japin një frymarrje, ta them kështu, mund të rikthehet një person. Nëse është kjo gjithë kjo që nuk po e lë veten të ecësh. Një kujtim, një bisedë ose një ndjenjë që të ngrohë zemrën. Por kjo letër nuk do të thotë të jetosh në të kaluarën, sepse është nostalgji. Të kujton vetëm se nga e kaluara mund të marrësh mësimin, jo adresën ku do të jetosh. Ndal se luftuar e gafor me hijet. Ajo që të mban peng nuk është aq e fortë sa të duket ty. Në momentin që ndalon së ushqyej frikën, fillon të shohësh rrugën.
Kjo javë nuk të kërkon të bësh mrekulli. Të kërkon vetëm një vendim të guximshëm, të mos i japësh më pushtet asaj që prej kohësh nuk e meriton.